kandidatët që ju kanë shtu votat do të jenë objekt i hetimeve, pavarësisht cilësisë çfarë do ta trajtojmë, fillimisht, varësisht për intervistave që na vinë dhe deklarimeve të komisionerëve dhe kryesuesit të komisionerëve. Nga se duhet të sigurojmë prova se vërtet ka qenë i shtyrë nga një deputet në çfarë do mënyre t'ja shtoj zakonisht, nuk ja kanë munguar skujt, ja kanë shtu të gjithëve. Ju kanë shtu, t'ja shtojnë votat dhe mënyrën pse ju kanë shtu. Mos harrojmë, mënyra e shtimit të votave një kandidati për të bërë deputet bëhet me dashje dhe me porosit posaçme. Se si është bërë, se në çfarë mënyrë është bërë, mbetet që gjatë hetimeve tani e tutje nga sot e deri në përfundim, qoftë me kamera apo edhe me bashkëpunime të ndryshme me komisionerët dhe me kryesuesit që të vazhdojmë atutje. Unë vetëm një gjë e di, nuk do të amnestohet asnjë person pavarësisht funksionit çfarë ka.